Ishte bërë në për portale e madhe një farë deklarate jotja që e kishte thënë që kosovarët më kanë marrë në qafë në vlerësime diçka? Jo, ma kanë bërë pyetjen, a di që është kjo shprehja Kosovë-Shqipëri? Do shta është ma mirë me marrë si hapësirë që me japë edhe sqarime, sepse edhe unë nuk është që kuptova 100%. Fiks, falimderit që ma dha mundësin për mu sharu për këtë deklarat. U ko një farë interviste në Kosovë, pas pjesëmarrjes time në festivalin e RTS-s, me këngën Lutem, ku garojshim 4 vendet e fundit ishim unë, Elvana Gjata, Shkodra Elektronike, edhe Alisi që sot është në Eurovision. Alisi ka dalë në vend tret për një pik prej meje. Kur ma kanë bërë pyetjen se është e tendenca Kosovë-Shqipni, se në Shqipni buon këto audicione, festivale, talent show, pjesëmarrja ime në këtë festival e boni një farë, nuk e di pse kosovarët më thanë pse shqiptarë s'puna japin çmimin e parë, kur? Edhe unë e sharova paka shumë që unë mora pjesë aty, po pjesë e ati kompeticioni në juri ishin edhe 2 kosovarë. Që po të kishin dasht me madhon çmimin e më favorizu, po t'ishte kjo Kosovë-Shqipni, normalisht që më kishin favorizu mu. Me pik maksimum. Po sigurisht që ata kanë vlerësu në mënyrë profesionale dhe shija madje është edhe relative edhe nuk mund është, më thonë, se cili ka shijen e vetë muzikore edhe vokale. Edhe ata kanë votu. Po t'ishe ti pjesë e juris, kujt do t'ja jepshe pikët maksimale? Unë jëmë kohën prej fillimit me Shkodrën Elektronike, ku jëmë kohën në atë kohë, edhe në momentin e parë që kom dëgju, kom thonë, wow, këta janë shumë të veçantë, edhe kanë meritu çmimin me plot gojë. Edhe krejt këngëtarët që na konë në katëshën e parë, na konë krejt forë, se cili që kishku me përfatësu Shqipnin, i shkon okej. A do të ngjitesh përsëri në skenën e festivalit? A do të konkurroje për Eurovision të ardhmen? Po, pse jo. është një ëndër që unë se kom prek, edhe jam një këngëtare live-it, edhe kisha pas shef me arrit këtë ëndër mja plotësu vetës. Edhe pse për momentin nuk e kam merë me marrë pjesë njerë në për festivale, jem fokusu të muzika komerciale pak ma shumë, për arsyet e mia personale dhe karieriste. Do të kemi kohë që t'i elaborojmë edhe pak të rrugt edhe zgjedhjet e tua të muzikës. Sa po të shojmë në muzikë popullore? Kohëve të fundit tashmë para disa ditëve është lansu edhe kënga jote e fundit me West Side Family. Edhe aty shojmë Vesën në një version artistik, po. Çka po ndodh Vesa? A do të shojmë në të gjitha fushat apo thjesht jetu i eksploru fushat të ndryshme? Unë gjithmonë prej fillimeve jëmë konë një fartiku klipi i këngës Gënjeve me West Side Family. Unë jëmë konë gjithmonë një tip me një vokal, me potencë, që kur kom marrë pjesë në për talent show, kur s'ko mujtë mu specifiku me një zhanër muzikor. Qëta kam pas probleme më të madhe mentorat e mi të talent show-ve. Kur u rrita, janisa me bo këngët mija, shkrysha vetë, janisa me kalu ka popi, live kënejsha njëherë rock, kalova prej rockut, në latine, 9 vite